Si qytetare e Republikës Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces. Zëvendës kryeministrja dhe ministre e infrastrukturës Belinda Balluku mungoi në mbledhjen e komisioneve parlamentare ku duhet të prezantonte projekt buxhetin e vitit 2026, duke shkelur rregullorin që detyron pranimin e ministrave në raportim. Shqipëria është marrë e pandehur në SPAK për shkelje të barazisë në tendra. Në ndërtimin e tunelit të Llogaras, Balluku ka shmangur përballjet publike me opozitën, por vijon të qëndrojë në detyrë. Në mbledhjen e Komisionit për Burimet Natyrore në vend të saj u paraqitën dy zëvendës kryeministrat, çka shkaktoi reagime të forta nga opozita. Deputeti Gazmend Bardhi theksoi se ministrja duhet të ishte e pranishme, ndërsa shtoi se tani duhet të jap llogari përpara SPAK-ut. Po ashtu Belin Këlliçi kërkoi shtyrjen e seancës derisa Balluku të vinte vetë. Sipas nenit 80 të rregullores, vetë ministrat kanë detyrim të paraqiten për raportim, gjë që opozita konsideroi shkelje të qartë. Kemi një akuzë prokurisë që 50 milion janë vjedhur vetëm në një projekt dhe ministra duhet vi këtu që të na bindin ne se si do t'i besojmë ne prap menaxhimin e gjithë këtij buxheti. Jo fshihet si një kriminale, si një person i pandehur, i fshihet kuvendit të Shqipërisë, do duhet vi të jap llogari pavarësisht se është e pandehur. Seanca ndërpritet për prishje të rregullit. Kryetaria socialiste e komisionit Anila Denaj lejoi zëvendës kryeministra të vijonin prezantimin ndërsa debatet mes palëve e kthyen mbledhjen në një situatë absurde. Zyrtarë flisnin ndërsa opozita protestonte dhe transmetimi publik fokusoi vetëm tek ministria. Balluku ka shmangur dhe një tjetër interpelancë të kërkuar nga opozita, ndërsa akuzohet nga SPAK se i ka ndërhyrë personalisht në tenderin 18.9 miliard lekësh për tunelin e Llogaras. Kryeministri Rama deri më tani ka refuzuar të komentojë apo të ndërmarrë masa ndaj saj.